Një ditë pasi u betua, Halil Thaçi e nisi punën edhe në zyrën e kryetarit të Obiliqit të premten. Madje thot se erdhi edhe para orarit zyrtar. Jo kam ardhur 10 minuta para 8. Krah simboleve të shtetit, në zyrë ka të vendosur edhe flamurin e Shqipërisë dhe Amerikës. Në këtë ambient pune, Thaçi thot se në ditën e parë e mori vetëm një vendim. Në ditën e parë të punës sot e kam emëruar një zyrtar për çështjen e mjedisit, për një çështje që ndërlidhet me një investim në Kek, e që u dashte, ishte një kërkesë urgjente që të emërohet një zyrtar për mbikëqyrjen e atij. Thaçi e ka lart në listën e prioriteteve problemet me mjedis. Në fillim kryetari i ri dëshiron të mësohet me administratën e të pres mysafir për urime, ndërsa në javën tjetër ky synon t'i emëroj edhe drejtarët komunal. Pastaj do të fillojmë në javën e ardhshme emërimin e drejtarëve, nënkryetarit dhe do të vazhdojmë punën. Thaçi, i cili e pason Xhafer Gashin si kryetar, falenderon të gjithë ata që udhëhoqën me Obiliqin ndër vite. Por fjalë të mira për qeverisjen lokale të kaluar nuk pati edhe kryetari i ri i Fushë Kosovës Valan Prebreza, i cili po ashtu e nisi punën të premten. Po, dita e parë e punës filloi me vendim me emërimin të nënkryetarit Shpend Bardiqi, si edhe me kompletimin e stafit. Vendimi i parë i tij është emërimi i nënkryetarit. Njëkohësisht është përkeqardhje gjendjen në cilën e kemi gjetë komunën pa dokumentacion përkatës nëpër drejtori edhe nëpër zyrët tona. Halil Thaçi dhe Valan Prebreza nga lëvizja vetëvendosje fituan në Obiliq Fushë Kosovë në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale, duke mposhtur kandidatët e Lidhjes Demokratike, Xhafer Gashin dhe Besnik Osmanin.